Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 16 prill në transmetimin drejt për drejt ora 7 fiks, jemi në ora juaj në emisionin e përditshëm nga hëna në të premte, fillimisht si për herë në fakt ty përcjellim disa prej lajmeve kryesore të orëve të fundit dhe do të kthehemi pas pak minuta në pjesën e komunikimit me ju. Me lajmin nga vendi në oranews.tv, gjykata rrezon kërkesën e të dënuarit për ngjarjen e qafgjashtës, Greqia nuk e ekstradon. Hetuesit e BKH-s u sulmuan nga të afërmit Agron Kaplanajt, policia del me njoftim zyrtar jasi ndodhi ngjarja. Histori shqiptare, Tezja dhe Daja përjashtojnë nipër e mbesa nga prona e fituar në gjyq. Lagja Skënderbeg Lezhë mbushur me mbetje që i hedh bashkia. Na vranë, si ushtari Vis Martinaj dhe 2 të tjerë tentuan të eliminojnë Durim Pami. Ngjarja që tronditi Greqin flet nëna Erion Pelivanit, Fatmiri kërkoi ndihmë, djalin e kishte. Merr flak një banes në Koloj, lëndohet i moshuari. Atentati në Athinë në kafe me Irakli Davellën e Edmond Hysën, ishte edhe Hektor Xheçuka, u aratis me njëherë krahu i armatosur i Vis Martinajt, u bë lojtar i rëndësishëm. Fati tragjik i turistes britanike, gjykata e Sarandës kthen për hetime dosjen penale ndaj Sajmir Kushovës. Atentati në Athinë, Irakli Devalla bashkëpunoi me mafios grek, u përmend në dokumentin e dërguar në kuvendin e Greqisë. Zjarri në një banes në Koloj bllokohet i moshuari. Në kërkim për prodhim e shitje malli dhe armbajtje pa leje, arrestohet në Morin 48 vjeçari. Rebelojnë emigrantët që erdhën nga Italia në kampin e Gjadrit, 3 të plagosur. Gjykata e Tiranës shtyn seancën ndaj Elidon Kotori, zbardhen 2 akuzat e ngritura ndaj tij. Për lëshje mes kriminalësh në Gjadër, ai ishte ky borxhi për t'ju shlyer Italisë. GKK dënon me 4 vite burg të akuzuarin për financim terrorizmi. Policia e shtetit luftë me efektive kundër krimit kibernetik. Alarm ushqimor, qytetarja gjen një gjerës brenda mbulsirës së paketuar. Pamje merr flak automjetin rrugën e Kavajës. Error në Fier, 53 vjeçare gjendet e pajet në garazhin e banesës. Miqësi strategjike SPAK kontrollon shtëpinë e Gazpajës, banesa rezulton në pronësitë e Erion Veliajt. Shella, roli i medias është i jashtëzakonisht i rëndësishëm në një demokraci. Gjykata dënon babain dhe gjyshen shfrytzuan djalin 10 vjeç në TikTok për të përfituar para. Dosja Toyota Yaris. SPAK shpall pretencën për ishkur e prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka, ja sa vite burg kërkon. Toyota Yaris shpallet pretenca, SPAK kërkon të 3 muaj kohë për të hetuar ish deputetin socialist Jurgis Çyrbia. Analiza, huria italiane për pyjet shqiptare. Kanosi me armë një 40 vjeçar arrestohet në flagrancë, 37 vjeçari ja çfarë u gjet në banesë. Plumbjar Nuredin Dumani dëshmon për vrasjen e Ervis Dedës. Theu masën arrest në shtëpi dhe u kap në flagrancë duke vjedhur një furgon, arrestohet 53 vjeçari në Vlorë. U mbjetën 14 vjeçari në Shkodër, u aksidentua bashkë me 16 vjeçarin që ndroi jetë në vend. Vjen me lajme nga politika ndërkohë. Berisha zbulon datën e takimit në Selanik me shqiptarët e Greqisë. Mbushkollaj, dosja që ka SPAK-u s'është punë fustanesh, duhet të na thuhet se ku jemi prekur nga vjedhjet e Erion Veliaj. Përgjime në Burg, Myzyraj, Erion Veliaj kërcënoi Ulsi Manjin me vrasje, pse ngjarja kaloi në mënyrë periferike. Incident në Fier, njerëzit e Agron Kaplanajt përplasin me hetuesit e BKH-s, shoqërohen disa persona. Balaj, fushata e Ramës është modeste, Tallavaja vërtet është në kuvend. Mbushkolla e programit Partisë Demokratike,
që vlen të vlerësohet, por do duhet ishte hartuar edhe me njerëz të faktorit tjetër opozitar. Video nga Vlora Berisha paralajmëron bandat kriminale, mos guxoni të prekni votën. Rama, gjoba do vinë iPhone me fytyrën e secilit, kamera në çdo aks, do zvendçoj policët në rrugë. Berisha pas 11 majit, shqiptarët nisin udhën për të dalë në krye të vendeve të rajonit për rrogat, pensionet dhe mbështetjen e tyre. Këlliçi, Partia Socialiste ka shndruar blerjen dhe manipulimin e votës në institucion, Spaku të reagoi. Afër dhe larg BE-s Kamberi, Shqipëria nisi procesi në vitin 2024 pasi u bë skanimi i grup kapitujve. Berisha i përgjigjet Ramës, Blinken sot non grata në vendin e tij, skandali me Gonigal nuk mbyllet kurrë. Në Kamëz asgjë nuk e ndan ndryshimin Blushi, ulim taksat dhe zhdukim gjobat, rrisim rrogat dhe japim frymari biznesit të vogël. Orame, Basha Ramës, vota për ty, për të nxjerrë shokën nga burgu, kurse për ne, për t'i çuar të korruptuarit të 313. Hapja e grup kapitujve të rinj, ambasadori BE-s Gonzato, të zbatohen reformat. Rëmbimi i Metës u bë me urdhrin e një gruaje kryemadhi tregon pse s'mori pjesë në seancën e divorcit. S'kam pse. Balliu në Mzez fush për biznesin e vogël, ulja e çmimit të energjisë nga 24 lekë në 6 lekë kilovati. Monika Kryemadhi paraqitet në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Lidh Durrësin me Prishtinën. Rama publikon videon, Hekurudha Kuqezi tashmë me rrudh. Berisha bashkë do i vendosim kufirin të thana, do të falim të gjitha gjobat për bizneset e vogla. Votoni për koalicionin Euroatlantik. Basha, ne i rim përballë korrupsionit, jemi të vetmit që japim mbështetje SPAK-ut. Berisha, 100 ditët e para do të jenë amnistia fiskale për gjithë bizneset e vogla, do ulim taksat dhe çmimin e energjisë dhe ujit. Gjyqi për shpifje me biznesmenën Vilma Nushi, paraqitet në GKK deputetja demokrate Albana Vokshi. Këlliqin Degën 9 jemi të vendosur të japim fund neglizhencës ndaj shtresave më të pambrojtura të shoqërisë. Seferi, politika nuk ka nevojë për maska, por për zemër dhe për kushtim. Një 11 maj voto për një të ardhme të sigurt, Xhixho mbulohen tërësisht shpenzimet për fëmijën e tretë deri në moshën 18 vjeç. Luli më këndonte himnin nga çadra se nuk donte reformën në drejtësi. Rama ironizon opozitën, numri 1 është i portierit, do thonë, na çan rjetën. Kishin kapur një zhapik nga lushnja që jepte para, Rama, më thanë që edhe Latifi kishte thonë që nuk dihet a do hiqet non grata. Po do më shumë nxori kandidat nga Big Brother se sa primaret. Rama e kaloi oqeanin sa herë të dua. BE nuk bën bamirësi. Rama për integrimin, Unioni shehte Shqipëria një aktor me besueshmëri të lartë. Koha është tani, kemi vetëm një zgjedhje. Rama ndan pamjet nga konferenca 4 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Radhës lajmi nga rajoni. LDK propozon kujtim shalëm për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës. Video aksident në Greqi ndroni 2 persona, 4 të lënduar. Zgjedhja e qeverisë së re ndërpritet seanca në Kuvendin e Serbisë pas 8 orëve diskutime, pritet të vazhdojë sërish nesër. Njohja nga Sudani, Ministria për Europën e Punëve të Jashtme e Kosovës, Serbia po shkel marrëveshjen e Brukselit. NATO nuk do të lejojë mboshllokje sigurie në Bosnjë-Hercegovinë. Nakuti hapur për dialog dhe zgjidhjen e krizës studentore që ka paralizuar Serbinë.
Shkuan Maqedoninë e Veriut për të punuar në ndërtim në të zezë, kapen 13 shqiptar. Dështimi i seancës së parë në Kuvend reagon Kurti, PDK, LDK dhe AK sulm brenda institucional kundër Kosovës. Dështon konstituimi i Kuvendit në Kosovë, nuk miratohet raporti për verifikimin e mandateve. Dokumenti Albin Kurti jep dorëheqje nga posti i kryeministrit. Serbia mban seancë për zgjedhjen e qeverisë së re. Zbulohet emri Jakush pritet të jetë kryetari i Kuvendit të Kosovës. Bajrami, ne nuk do të votojmë për kryeparlamentarin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Nga zgjedhja e kryeparlamentarit të ri te betimi i deputetëve, çfarë pritet të ndodhë në Kuvendin e Kosovës. Aksident në Deçan ndron jetë një person, lëndohen 2 të tjerë. Kosovë përçahet opozita Fatmir Limaj ndret një pakti me Kurtin për qeverinë e re, të martën konstituohet Kuvendi. Kamberi kritikon propozimin që Demo Berisha të jetë pjesë e qeverisë së re. Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, partner institucional në forumin e qershorit të samitit të NATO-s në Hag. Kosova prezantohet me fusnot, zëvendës ministri Dobruna largohet nga konferenca në Shqipëri. Procesi ndaj komandantëve të UÇK-s në Hag i vazhdohet para burgimit Thaçit dhe Veselit. Arrestimet e shqiptarëve pas tragjedisë së Koçanit reagon BDI, agresion i njashëm dhe i padrejtë. Lëvizja vetëvendosje pa emra qeverisës Shala Albin Kurti ka 10 vota nga pakicat jo serbe. Greqia drejt blerjes së një fregate tjetër luftarake zbardhen detajet. Limaj për krimin e qeverisë kemi marrëveshje, por do të japim kontributin tonë. Haradinaj Limaj 30 turpshme kreu e AK sulmon një shaleatin votuam për ndryshimin. Osmani drejtësi për mbjetuarit e dhunës seksuale. Osmani kemi gati ligjin për heqjen e tarifave ndaj BE-s ndaj Shtetet Bashkuara, por duhet konstituimi i Kuvendit. Rashic, serbët e Kosovës që shkuan në tubimin e Vučićit ishin të shantazhuar. Shohim lajmin nga bota. 4 gazetarë rusë dënohen me burg për lidhjet të pretenduara me Navalnin. Kanadaja përjashton prodhuesit e sektorëve të veçantë nga dueli tarifor me Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Italisë Sergio Mattarella shtrohet në spital. Trump paralajmëron Kinën duhet të bëjë një marrëveshje me ne për tarifat. Hamasi dhe poshtë propozimin e Izraelit për një armëpushim jashtëjavor Gaza. Të shtënda brenda shkollës në Dallas, 17 vjeçari lënduar, nxënësit ikin në panik. Pentagoni zbulon planet për bombën atomike. Në kërkim për një sërkrime, shqiptari kapet në flagrancë në aeroportin e Italisë, ndërsa në banesi gjendet Princi Harry do të vendos paqe me William dhe Kate Middleton, zbulohet vendi ku qëndrojnë në Londër. Ish presidenti i Perus dënohet me 15 vite burg për pastrim parash. Nga Franca në Shtetet Afrikane, Trump kërkon të mbyll 30 ambasada dhe konsulata amerikane. Europol shmonton 4 rrjete të trafikut të drogës në BE në Turqi, 232 të arrestuar. Ish presidenti Humela dhe gruaja e tij dënohen me 15 vite burg secili. Nuk do lejojmë asnjë të përçaj Sirin. Erdogan nuk do lejojmë të rikthehet koha para 8 dhjetorit. Spanja arrestohen 2 persona, shpëtohen 19 kafsh. Kina bllokon porosit për avion Boeing. Izraeli godet hyrje në një spitali në Gaza ndron jetë një mjek. Video ndodh në shtëpinë e bardhë zëvendës presidenti Vance thyen trofeun. Dyert e mbyllura të Washingtonit, Trump i kthen shtëpinë në BE-s, Meloni është shqetësuar në pritje të takimit. Zuckerberg përballet me drejtësinë mund të humbas Instagramin dhe WhatsAppin. Gjenden mikrobe të gjalla
2 miliard vjeçare brenda shkëmbit në Afrikën e Jug. Korea e Veriut i dërgoi Rusisë mbi 15.000 kontejner municionesh. Studiosit italian ngren alarmin, Bologna rrezikon të fundoset. Trump do i vendosë Universitetit të Harvardit taksa nëse vijon programet e diversitetit, nëse duan të sillen si entitet politik. Ndron jetë lideri i Hezbollahut. Shkak ushtria izraelite. 4.500 euro gjob pasi përqafoi kancelarin Scholz. Witkoff, Putin i hapur për paqe të përhershme me Ukrainën. Shtëpia e Bardhë kërkon shkurtimin e buxhetit të Departamentit të Shtetit me 50%. Dhe në fund lajme nga sporti. Dënimi nga FIFA, TKZ akuzon FSHF-n, aftësia e tij është të rrisë çmimet e biletave. E trisht futbollisti 28 vjeçar humbet jetën pas atakut kardiak në fushën e lojës. Reagon FSHF, ndihma një dha shpejt, ambulanca ishte e pranishme, por humbje të ëmbla për Barcelonën dhe PSG-n, dy skuadrat kualifikohen në gjysmëfinale. Në gjysh për herë të parë, Bill Schumacher fluturoi në Zvicër për të parë mbesën në sapolindur. Një foto që hodhi dyshime, Ronaldo dhe Georgina drejt martesës. Inzaghi paralajmëroi lojtarët do të jetë më vështirë se në sfidën e parë ndaj Bayernit. Real Madridi mendon për Haaland në verë, por vetëm me një kusht. Mbappé kërkon falje, përmbysja ndaj Arsenalit do të nisë nga ai. Rummenigge, Interi favorit, por Bayerni mund të bëjë mrekullim. Kompani zyrtarizon Bayernin për sfidën ndaj Interit. Shumë mungesa për nesër. Klubi superiorës fiton në kas, Dinamo detyrohet të paguajë 40.000 euro. Në fundin e kontratës me Tiranën, Egnatia këmbgul për kapitenin e Bardhë Bluve. Ministri italian i sportit, lojtarët Bastegjin duhen larguar nga kombëtarja. Rangers, një klub i madh anglez në ndjekjet mes fushorit kuqezi. Bellingham gati, fjala më e përsëritur në dhomat e zhveshjes është përmbysje. Humbjet në aksident në Shkodër, 13 vjeçari futbollist i talentuar i Djelmnia Shkodrane reagon edhe FSHF-ja. Zyrtarizohet marrëveshja Modric bashkëpronar me klubin anglez. Video zhurmë me fishek zjarre para hotelit, tifoz Dortmundit u prishin gjumin lojtarëve të Barçës. Formula 1 Verstappen, kemi probleme, por nuk i dim se cilat janë ato. Rekord fitimesh për Interin, shiten të gjitha biletat në San Siro për sfidën me Bayernin. Futbollistët e basteve jashtëkombëtares, ministri italian në fushë nuk janë vetëm përgoditur to. FIFA gjobit FSHF-n dhe kyç një pjesë të stadiumit për ndeshjen kundër Serbisë. Plasën superiore, lojtarët e klubit që rrezikon rolin nga kategoria nuk dalin në stërvitje, priten masa dhe pezullime. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe është momenti për të kthyer në studio vjen programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju, ora 7:19 minuta si për herë, në dy numrat e kontaktit në 068 99 00008, 068 60 54 639. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv në këtë pjesë të parë të emisionit, në fund të pjesës së parë. Ju ftojmë të bashkoheni edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 16 prill 2025 në komunikimin ton të përditshëm me ju në emision nga e hëna në të premte. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo? Mirëmëngjes. Largoje telefonin nga televizori se e fikëm në radio. O, sa mirë bërë. Urdhëro. Mirëmëngjes, qoftë ditë e marë. Edhe për ju. Sot jam ai personi në Selita për atë përgjigjen që do merrin për atë certifikat
shtëpisë. Ku ma ke sjell të lutem që ta shoh. 5:22 në fund, Armand Olga. Po më ke marrë dhe dje në telefon? Po, E di. Një sekond. Sami që ke ndaluar me blokazh. po çati vej. Shiko, po cila drejtori e kap këtë Armand, se kam dashur të të pyes, po kam harruar. Kjo, Sepse unë këtu nuk se e- jam. Po pra, sepse këtu nuk e ketë përcaktuar, më kupton? Një sekond. Sepse Tash jam... andaj se lit, nuk e di nëse. Një moment. Mos u largo të lutem. Jo. Shiko, ti Armandi vet apo jo? Jo, unë jam i jati. I jati. Okej. Po të lë një mesazh këtu, Po, edhe po e mbaj shënim që të bëj një telefonat pas emisionit, dakor? Dakor. Në rast se nuk do jesh i zënë. mirë. Faleminderit shumë. Do kërkoj ndjesë? Faleminderit shumë, jo, më vjen Faleminderit keq. juve. Unë e di punë tuaja. Okej. Vetëm për të Faleminderit, përcaktuar atë gjithë se mirë. nuk edhe ti faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Klodi, Urdhroni? nga për shopi jam. Po, mirëmëngjes. Jam me një lagjen këtu në Dëbrëv, edhe desha të bëj një ankesë. Mhm. Ka një vit që kam pas ujrat të zeza mes dy pallateve. Edhe kam denoncu shpesh. Po. Ka i këtë drejtori i sjellësit, ai ka ardhe e ka pa ma ata punëtorët dhe kanë arrit konkluzionin se si unë nuk mund ta bëjnë me krah. Me pele, me gjëra kështu për ta është bloku. Po mirë, ta bëjmë në formë tjetër, në rast se nuk e Po, bëjmë pra, dot. po, prit, edhe më tha mu, unë si drejtor nuk kam mundësi, se s'kemi dhe ashtu makineri. Tha, ato bën vetëm bashkia. Ëh. Edhe unë marketaj në bashki, se ne tham. Mhm. Edhe ai mu përgjigj, nuk tham se sa përgjigj, o përgjigj bukur, më tha, do ta kem në kujdese dhe dhe e marrim këtë punë. Ta ka një vit, ha? Edhe unë kthehem prap pas një viti. E kupton për këtë. E njëjta gjë. E njëjta gjë. Nuk erdhi, nuk e bëni. E mora mas i vitin i thash prap. Sa të më falish ta, sa e kisha harruar komplet. Edhe, dakor, sa do dhe shof këtë në vëmendje. Po ka afërsisht një ditë e jashtë ku man telefon. Unë anke e shitës di ku i thëmë. Ku ndodh kjo? Në Peshkopi, në Dëbrëv, lagja Dëbrëv, sa po futesh në Dëbrëv. Po mirë, është problem që përsëritet në vazhdimsi apo Përsëritet kur bie shi, më lidhen edhe bllokohen, ha? është fund mes dy pallateve. E kuptoj. Po. Është një Ma thuaj edhe një herë emrin e lagjes të lutem. Një 10 sekonda. Nuk e kuptoj se a di se e ka emision për ankesa. Ma thuaj, jo, s'ka gjë. Në rregull jeti. 10 sekonda për politikë. Me milion. E ke qef politikën. Po. Maron fare, e? Dhe gjithë është. Maroj. Dhe thonë drejton. Përse, kur erdhin ki i gjatin pushtet, edhe unë ja kom zonë zotën. Se tha të bëj dhe bështet edhe në mbush mendja. E dim se qa ka të, në mbush në mendja se qa ka të. Bjeri i shkurt aman, të lutem. Po. Me një emision, me një miting që kishë majtja të në Kamës, me erdhi një turp i madh, su thota ati në trive, që kusha, u thote, në që se kini një partnere, partner, edhe nuk voton për dën, dhe voton për dën, dahi ma partnerin, për Sali Berishën, se Sali Berisha allu. Të pak të në Sali Berisha është njëri më ndershun në botë, ma hamendja në për ndeshmëri, dhe familje, dhe që një familje dhe dignitet. Me të shiat dhe me të mira. Ka ardhë me një program, ne në pëlqen, programin e ka shkëllqyër, ki nuk bëni fare, o ploti, fare, e digjenerojnë. Unë nuk jam emocional fare nga këto i dashur, kështu që... Po ti thote partneri dhe partnerës... E tham pra njërë, mëse përsërisim.
A e mbyllë? Jo, nuk e mbylla, po i tham njerë. Shiko, unë nuk kam një ndjeshmëri ndaj këtyre bisedave. Nuk jam ndonjë ndjeshmëri sepse e di pse i dashur. Jo, e di pse. Po ja do dali tjetër tani do thot ja futi kot ky. Do dali tjetër do të mbështes ty. Jo, edhe një herë. Po më dëgjon apo jo? Edhe një herë. Po i dashur, po jo nuk më dëgjon, nuk më dëgjon. Po i dashur. Po çike ja tani ta themunia fute kot i dashur. Nuk ja ku fut kot. Po ja, do ta shpjegoj pse. Po më lër të them edhe unë një fjali. Po më lër të them edhe unë një fjali se më mbyte. Po, pa thënë homozhan. Ta themi fjali. Po. I dashur. Po. Morali dhe digniteti i një personi është personal. Po. Mund të jetë çdo doj, çdo kush, po ma lër ta bëj një fjali e burri dheut. Më lër ta çoj një fjali deri në fund dhe unë ti e di që unë s'flas për këto gjëra. Po kur vjen fjala te jeta private secili do thuash ti po është publike. Dakor. Mund të ndëroj edhe 15 gra, po i shërbeu populli një kryeministër vlla, nuk pas ka shkuar me 20 milion gra se i do qefi vet. Je dakord apo jo? Po se e ka personale mua nëse një kryeministër më shërben dhe bën çmos që takset e mia të mos vidhen nga horrat, siç ka ndodhur, le të bëj ç'të doj me jetën private i dashur. Bravo. Pra. Nuk ma ha mendja se ka ma qeveri hajtute. Mirë, fillove tani, u futet te Kjoti. Ikim publicitet dhe vim pas pak. Ja, prandaj s'dua ti lë njerëzit flasin për politikë se shiko si shthuren. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:30, kohë kur ne japim atë mesazhin themi, por që është patjetër më i rëndësishëm se sa kaq kur bëhet fjalë për shëndetje. Duhet marrë vërtet seriozisht. Dhe kur kjo fillon nga uji, produkti jetik dhe më i rëndësishëm për mirë funksionimin e organizmit tonë, duhet të bëhemi të përgjegjshëm dhe të zgjedhim atë më të mirin. Dhe më i miri është abonimi në EcoSoft. Duke abonuar në EcoSoft, pajisja bën të mundur trajtimin e plotë të ujit, duke e kthyer atë në 100% konsumueshëm, jo vetëm me pastron, kjo është gjë minimale që ndoshta mund të bëj, por edhe i mineralizon me ato minerale të duhura të shëndetshme për trupin tonë. Ju duhet telefononi 067 40 40 504 për të pasur gjithmonë ujë të mirë dhe të pastër në shtëpitë tuaja, dhe të mos e keni më problem se çfarë ujë të përdorni për vete dhe për familjarët tuaj. Kështu që përshëndetje të gjithë familjes, zgjidhni EcoSoft. Përshëndesim telefonatën e radhës në këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Flodi. Urdhroni. Mirë jeni. Si jeni ju? Ju uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Po Flodi, të marr disa herë se më duket edhe vetëm bëj bezdisshëm. Mos u bezdis fare, më thuaj. Dy dokumenta dorazit që kum sjell ke televizioni juaj dhe pas drejtën po bëhet gati për 5 muaj. Emri të lutem. Emri të lutem. Hysén Çela. E di, e mbaj mend. Më ke shkruar edhe në rrjetet sociale madje. Prit pak Hysén. Jo, rrjetet nuk i përdor. Më ke shkruar? Në WhatsApp, nuk e mbaj mend mirë, po në WhatsApp ose në rrjetet sociale. Nuk mund të jetë ajo. Unë i kam përdorazi. E di Hysén. Një sekond. Po? Është tjetër. Okej, ke të drejtë, është tjetër Hysén. Ndjes, është me mbiemër tjetër, s'po ja them se s'jam. Unë Çela. Shiko se mos e bën ndonjë ngatrrez. Jo, nuk është. Rasti jot është, mos u shqetëso. Hysén, unë i kam përcjell dokumentet e tua, ti ke të drejtë që ke thënë ka goxha kohë dhe hera e fundit në datën 6 dhjetor të vitit kaluar. I ke dërguar? Po. Madje në të njëjtën datë ke ardhur edhe ti. Ke ardhur një herë më herët dhe një herë në datën 6. Dhe s'kam gjetur aty. Po, bravo. Shumë e saktë. Hysén, ma jep numrin e telefonit, të lutem, kërkoj ndjes për vonesën, po jo për fajin tim, gjithsesi mua më 06. Ata jap numrin. Po ma thuaj. 068. Një moment, të lutem. Një sekond. Po. 0. 068. Po. 27. 22
24 Po, 402. 402. Po. Po të shkruaj një mesazh tani, dakor? Po, Falenderoj shumë. Lodi, Po, më unë thuaj. nuk kam telefon të thjesht dhe nuk i përdor këto, a më kupta? Po pra nuk pas ke WhatsApp. S'ka gjë se flasim në telefon. E, se nuk të kam qua mesara, e më nëjë keq kuptim se... Jo, nuk ishte ai pra përdor thash. fare. Nuk ishte ti pra thash. Ishte Hysen tjetër, por që mua më ishte fiksuar mbi emri. Okej. Dakor Hysen? Dakor, to Klodi, Të përshëndes edhe ndjes për nesër. Asi gjë, vetëm marri përgjigje, pastaj s'kemi çfarë bëjmë na po. Po, atë bëjmë dhe nesës. Nuk imponojmë do nuk e kuptoj. Unë sinqerisht e kam të ndjek për di se s'kam çfarë bëjmë nesër. E di që na ndjek çdo ditë. E di dashur. Të përshëndes e faleminderit shumë. Mirë, gjithë të mira. Gjithë të mira dhe ty, mirë të gjofshin. Iki me tjetër? Alo? Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo? Urdhro. Mirë mëngjes. Mëngjesi, Klodi. Mëngjesi. Nga Gjiro 4 ka. Urdhë? Nga Gjiro 4 po flas. Po ule zërin e televizorit të lutem. Po ja, dakor. Po, ta ullë, direkt. Në të gjë tani? Po të dëgjoj. Ja, nga fshatë jerin Gjiro 4. Vitin e kaluar, mua betë vitin e kaluar, gusht i kaluar. Po? Njerë të mija nga Greqia dhe doni të dinin tokat që të bëjnë një bujtin. Aha, shumë mirë. Edhe ka filluar me tokat procedurat vete atje një herë, 2 herë, 5 herë, edhe po jam akoma në mes të punës, të marra ati përgjigje nga kadastra. Ja sot, ku të vi sinjali tek interneti, hajde lartë, vete gjithmonë të interneti, ka të javë atje, më thonë, asë një përgjigje për i kalagje me këmë, kam takuar drejtorin, një kadastër lartë, edhe i kam kërkuar gjitha dokumentet që kam Çfarë të kanë thënë? Do vi sinjali edhe të vishte mash letrat, po vjen gushti prapë s'po marrë asnjë përgjigje. Fëmia merr nga Greqia, vuajtën shumë të prunë gjithë datën e tyre këtu, e anasjellta të quan prapë në Greqi, mu shkatëruan fëmia dhe s'po marrë asnjë përgjigje nga kadastra. Nuk di çfarë të bëj konkrete. Më thonë duam letër nga bashkia, mos kesha detyrimin, jo, lagjenja civile, gjithë paçollat të tëra dokumentat, edhe s'po marrë një përgjigje edhe tani po flas me ty edhe nuk di si të veproj, më jep një mendim si të veproj. Po kur është bërë aplikimi? Kam shpresë më, nuk e di. Kur është bërë aplikimi? Kjo vjet në muajin gusht. E keni dokumentin e aplikimit? Po i ka të tëra mu. Po duhet të më nisësh vetëm dokumentin e aplikimit të nderuar. Ka të moment. Po kur të mundesh, më vonë, nesër, kur ta kesh ti për kollaj. Mire, po ja shpojnë se do pletet e sektan të krejtë gjithë si gjë që është... Si? është pa plik për vetra nga noteri, nga gjendja civile, nga bashkia, dokumenta. E kuptova, më nis vetëm dokumentin i dashur dhe? Disket e tokave të tëra. E qartë, vetëm dokumentin e aplikimit dua, mirë? Do ta... Nxira atë dokumentin, gjej atë dokumentin e aplikimit dhe diskutoj pastaj. Dakor? Dakor. Të përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit. Presim telefonat tjetër. Alo? Alo? Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Jam i interesuar, jam një invalid se na oritumi. I marrë këto lekët nga sigurimet shoqërore. Po që paketa e ndihmës nuk na është vënë akoma. Nga sigurimet shoqërore? Po. Mund të dërgoni nga gazetar? Interesant. Po mos ndoshta paguhesh nga bashkia? Jo. Nga sigurimet. Unë i kam marrë ndihmat e para. Po jo për këtë fakt, sepse të parat i morën edhe ata nga bashkia, më kupton? Po nga bashkia unë s'marrë 30.000 lekë, marrë 100.000 lekë. I dashur? Po.
duhet ta ndani këtë se nëse paguhen nga bashkia, këtë herë me vendim nuk përfitojnë ata që trajtohen me pagesë nga bashkia. Nëse trajtohesh nga sigurime shoqërore, është tjetër gjë. Po unë nuk e di, po nga bashkia unë e di se marrën 900.000 lekë. E kuptova. Marrën 30. Jo, nuk marrin vetëm nga 30. Marrin edhe nga 30, po jo vetëm 30. Më kuptoj, thjesht ndajeni këtë dhe pastaj ne këtu jemi pyesim pa merak fare. Mirë? Të përshëndesem, faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar, shkoj me tjetër telefonues. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Glodi. Urdhoni. Një ashtu si sjarim tjetër. Këto të naftës, se ngeli kjo tasë naftës që marrin ne fshatarët online mbyllen, janë të bleshme? Patjetër, si jo. Po këtu se këto nuk kanë vulën e... S'ka që kanë vulë elektronike ato? Po, këte e kanë. Po, pa ju duhet. Bakis nuk e kanë. Kush nuk e ka? Të vulën e atia të kadastrit sa bashkia nuk e kanë. Quhet vërteta? Edhe njerë, çdo dokument nga Albania, po, dhe që është online, e ka vullën, por nuk e ka të njohur, e ka elektronike, e cila ligjërisht është njësoj e vlefshme. Me vllak vlen. Po patjetër, si jo. Shumë të falenderoj zoti. Patjetër, se nëse nuk do vlente pastaj ç'kuptim do kishte platforma, ëh? Po, tash nuk e di dam se moshatar keqemi. Po e të 78 vjeç, legjim tjetër ma përdori telefonin, se nuk e përdor tot, se pakaq. Me gjusë mësyri jam. Edhe ti kemi termë në tepo. Hajde të shim. Do bëj si do bëj, thuaj. Na 30 të majnë sa që do rinë bapa nesër, nëse arrin do të 30, pa hajde dhe... Dara qikë do të e ngoj. Faleminderit zoti. Faleminderit, përshëndet shumë, faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Desha të pyes, të lutem nëse është e mundur për pjesën e pensionit. Në Korik mbosh 61 vjeç. Okej. Sa duhet për të dalë? Në Korik të këtij viti, zonjë? Po, të këtij viti. 62 vjeç. E një. Po pra, 62 do dalësh në pension. 62 fiks dalë pension. Sa vite punë më duhen për gjysmë pensioni, se nuk i kam të plota. Po nuk ka lidhje kjo me gjysmë pensioni, vitet e punës janë 15 vite minimalisht dhe sa më shumë të kesh, aq më mirë për secilin. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve, dashur, ditë mbar. Faleminderit. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mëngjes, Lodi. Urdhoni. Lodi. Mëngjes. Urdhoni, po. Jam interesuar për atë që kam parasitet para edhe jam me para këtij javë Bakit Sirongu për kontributet në Korçë. Ku ma keni dokument apo vetëm emrin? Jo, emrin kam ndërtuar unë që për të interesuar të marrin kur mund të kthej përgjigjen të mundin. Emri dhe njëherë? Baki Rabushet Sirongu. Ti kishe problem me njohjen e viteve? Jo, e kam me kontributet. Kanë qenë aty ata kanë me banimi. A për të marrë ose të mërkurën thash, po besoj sot e kemi sjarimin i dashur. Po e mbaj mend, më morë dje apo pardje, kur më morë? Mora tani. Po, të hënën pardje pra. E marr nesër dhe. Tu që shiko, mos lodhesh dhe ti, ma lër numrin? 060. Prit, një moment. 67. Prit pak. Po, 067. 56. 56? Po, 56. Okej. 99. Po. 99. Ase e dëgjoj vetë nga televizori, po. 99. E, mora vesh. 33. Po. 4. Atëherë edhe një 67 56 99 334. Po. 99 334. Okej. Bukur. Faleminderit. Faleminderit dhe ti mirupafshim. Ne dëgjofshim për resim tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Me falni që po jo në zisë. Jo kom për disa herë. Po. Edhe në s'kam një drejtim. Urdhë? Jo kom për disa herë një këtë pensioni. Që në më bojnë vite dhe punës. Më bojnë ata janë Lëviz pak, lëviz.
Lëviz pak nga aty ku je se nuk të dëgjoj nga valët. Ka ndërprerje, të lutem pak. Nuk të dëgjoj pasër. Okej. Po tani? Jo komur që pas një 3 herë. Lëviz pak, të lutem. Jo komur dhënë dhe emër dhe mbi emër. Çfarë problemi dashur? Dhe mua nga 30 vite punë së bashku me ushtrinë, më ka dalë pensioni 110.000 lekë. Unë i tham 11.000 lekë. Po duhet të bësh kërkesë për shqyrtim pensioni, dashur, ta kemi I thënë. kom bë kërkesën, që më 11 janar, edhe akoma s'kom marrë përgjigje. Kush jeni ju që më keni marrë si e ke emrin? Bajram Zhinga. Po, Bajram Zhinga, po e keni Albania përgjigjen o zoti Bajram. Te mesazhet e mia ta kam thënë gjithmonë, të lutem. Madje na e ka sjellë edhe me foto këtë gjë. Pra, shikoni, në momentin, një moment para se të fusin telefonat. Kur bëhet një kërkesë online edhe përgjigja vjen po ashtu. Okej, duhet përshtatemi pak me këtë se është e re, sidomos edhe për mosha të caktuara që nuk e kanë pak të vështirë, është shumë e kuptueshme, por duke kërkuar ndihmën edhe dikujt aty që ndoshta mund ta përdor pak sa më mirë, e keni përgjigjen, sepse shërbimet të tilla, po themi, siç janë ndërto te sigurime shoqërore dhe kërkesa për rishqyrtim apo rillogaritje pensioni, janë shërbime të cilat nuk zgjasin shumë në kohë dhe përgjigja vjen në për çdo rast, për çdo person që e kërkon këtë shërbim. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo. Shlarguar. Okej. Presim të radhës, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem, zot. Ule që zërin televizorit. Mirëmëngjes. Ule. Po. Lodi, përshëndetje. Duhet të ulë zërin televizorit, zot, nuk flasim dot. Alo. Duhet të ulë zërin televizorit, nuk flasim dot. E ule fare zero. Më thuaj. Përshëndetje, një ditë mbar. Faleminderit. Dua të pyes diçka. Po. Është era e parë që marr. Mendoj që do dilë mirë pozitivisht. Unë dola në pension, jam dola 61 8 muaj në 20 nëntor. Edhe bëra pension, dokumentat e pensionit, më doli pensioni dhe me vitet që kisha mua më ka dalë shumë pak. Kur vajta që të është edhe pak vonë me që po ju telefonoj, do më thëmë për afatin, edhe pres mendimin tuaj. Pensioni më ka dalë 295.000 lekë. Sa? 296. Edhe unë kisha 25 vjetë punë. 24 muaj. Kur vajta atje që nga Tirana, Po. Kur vajte që të pyesi aty për ankesë, më tha mua pse do bësh ankesë, më tha njoni atje se nuk e kam idenë tani kush ishte, se ata nuk shpjegojnë shumë, por bëj kërkesën te i Albania. I thash, po në Albania usa të marr përgjigjen e të ashtu me zi më dolën këto dokumentat. Tha, po ko që vend ti, tha, se te 2 vite ti kanë ullur, tha, edhe 23 vjetë e 4 muaj ke. Po pse, i thash, kështu që unë kam punuar, 36 vjetë kam punuar të shkencat e natyrës, edhe 10 vjetë i kam nga Berati, se jam nga Berati. Ka një opcion që unë mund të bëj diçka, apo... Ka një opcion dhe është i vetmi e dashur, jo duke shkuar fizikisht atje, dhe unë sa po e hapa për të qenë sakt edhe me përcaktimin që ta mbash mend. Në Albania ka një rubrikë e cila quhet kërkesë për rishqyrtim përfitimi pensioni. Po. Dhe aty duke plotësuar pak dokumente, të cilat ti i ke aktualisht, këto lloj dokumente, sepse është një shërbim që nuk kërkon ngarkesë dokumentesh nëpër institucione të ndryshme, në mënyrë që personi të lodhe dhe ta lërë këtë pasdore. Dhe pasi shumë persona kanë bërë një kërkesë të tillë, është konstatuar që edhe në rastin tënd, pra përshtypja e parë që ju thoni, duket që është bërë gabim, edhe mund mos jetë, po them përshtypja e parë, me kaq vite dhe kaq sa ka dalë, ka një gjë që ndoshta mund të mos shkojë aty, megjithatë vulën përfundimtare, po themi se si vendoset dhe si mësohet nëse është llogaritur sakt apo gabim është kjo. Pra, në Albania ti shkruan vetëm kërkesë për rishqyrtim përfitimi pensioni. Dhe për 2-3 javë besoj, maksimumi, të vjen përgjigja. Në rast se kemi të bëjmë me llogaritje keq, që ti duhet kishe përfituar më shumë, bëhet për llogaritja e re, reflektohet pagesa e re mujore e pensionit, merr edhe pagesat e prapambetura nga nëntori kur ti ke plotësuar moshën ligjore për të dalë në pension. Është vetëm rrugë dhe nuk ka tjetër. Në cilin në një Albania, por
Nëse unë nuk I kam dokumente, do shkoj atje ku I bëra, domethënë mund t'i ketë ai në kompjuter. Janë ca dokumente bazë, më kupton, kështu që nuk të Po? Janë më shumë dokumente identifikimi se sa. Okej. Se ato I kanë tera vetë ato në Albania, po. Ndaj po them. Po është vetëm mënyrë, nuk mund procedosh tjetër. Kërkesë për rishqyrtim dokumentash pensionit. Po, kërkesë për rishqyrtim për fitimi pensionit. Po, ploti faleminderit shumë faleminderit. Nuk isha komunikuar ndonjëherë me juve. Respekte nga ana ime. Shumë faleminderit. Edhe në momentin do marr përgjigje, inshallah marr pozitive dhe do të di ku ti je, inshallah më shtoj të 46 vjet punë, të marr 290.000 lekë. I ka vitet e punës së kurrisë dhe shkollën e mesme kemi bërë bashkëputje nga puna dikur. E di. Në çdo rast I ka shkëzuar. Faleminderit shumë, rrofsh. Gjithë mi aturoj ditë mbarë dhe Zoti të bekof. Shumë faleminderit edhe ju. Për të sqarimet që bën njerëzit. Faleminderit. Sa durim ke, bravo. Po. Më ka rënë kjo barë mua tani kështu. Shëndet, faleminderit. Edhe juve. Telefonata mirëmëngjesi. Shëndetje. Urdhëroni. Ylvina. Mirë. Jem ajo zonja nga Kurreti që ka marrë dje. Shkova e fola ke posta. Më shpirtësi dole. Në sa posta thuj Klodi sa ta ka çu kësiri ke redaksia lajmeve sa e në mbënë numrin e telefonit redaksis lajmeve. Ti mund të Ku ma ka quar? Ke redaksia lajmeve. Lajmeve të kujt? Lajmeve të Ora Newsit. Po e ka sill lajmeve këtu do. Se di pra më ka dhënë numrin, a mund ta kontaktoj ti apo ta marr unë telefon? Numrin e kujt më ka dhënë? Mos ka dhënë numrin tim. Jo, numrin e redaksis lajmeve, sa kontaktoje sa ti numër. Pa ma thuaj një. Prit se e kam një tënde. Edhe më dha dje, sa mund të kontaktoj Klodi sa, ose kontaktoj të vetë, kam kishtë rënë telefon, sa kishëm pas telefon në më karikin, a si kishëm pas mund të një fol. A e gazetarë, nuk e di ku ja kalon. Pa kujtë Klodin, sa si ja kalon dhe të redaksia lajnë dhe sa. Jo, me zonë, ajo dokumentet e postës vinë të recepcionit, për të gjithë. Dokumentet vinë me emër e dashur dhe në emrin tim nuk ka ardhur një dokument I tillë, kështu që besoj do I vones nga posta, jo nga ajo atje, por nga transporti. Besoj që do vi çështje kohësh. Ajo më ka dhënë që tani ku e kam numrin e asaj redaksisë më ka dhënë. Shkruaje 7. Ç'është ky numër 7? Ai shkruaj. Jo shkruaj, po s'është numër ky 72. 8. Po, shpirt, po nuk është numër ky. Po si ti ajo më ka dhënë, nuk di çfarë ka bërë. Po nuk është numër telefoni. E ka bërë TV Ora News. Po nuk është numër telefoni ky, se s'ka numër telefoni që fillon me 7. Ajo postierja ma dha për zotin, shkova foda ti me ta. Numrat e telefonit janë 3 mënyra se janë 069, 068 dhe 04 prefiksi I Tiranës dhe 0 nuk e di sa ka. Si mund ta kontaktoj atë gazetarin, çfarë ka qenë ajo? Si mund ta kontaktoj? Po nuk ka lidhje me Po nuk ka lidhje me gazetar, kjo se ky duhet mos është kodi I numrit të gjurmimit dhe duhet të marrësh postën në telefon, postën qendrore për t'i thënë është ky numër me këtë dhe se s'ka ardhur. Po ky nuk është numër telefoni e dashur. E di pra kodi, po si mund të kontaktoj? Sepse ne nuk ne japim informacion në rast se nuk jemi personi interesuar. Duhet ta merrni ju që t'i thoni e kam dërguar dhe më duhet ta di se ku është. Ka t'i di tani, si të mund ta marr? Nuk e di. Ç'të them? Po shiko, presim edhe këtë javë se mos do shta vjen. Jo, kam rritë sa, e kam qushisht martën Tiranca, e në keke redaksia lajnë dhe sa. Të martën, dje? Jo, të martën si shkuoj. Jo, këtu jo, nuk ka. Po s'ka lidhje me redaksia lajmeve. Kur vjen një... Gjithsesi presim edhe këtë javë, nuk di ç'të them, dashur, lutem se që ty lëm hapësirë edhe të tjerëve, mirë se e bllokuam linjën. Falenderoj shumë dhe të përshëndet, nuk më shqetësove fare, dashur. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes, Klodi. Po jam një qytetar, kam një problem me kadastrën. Po? Kam një palë shtëpi, ku po të ndërtuar në vitin 91-92,
E kam pajisur me dokumenta komplet, me vërtetim hipotekor, me blerë trullit tëra, që të them. Tani bëjnë si tërë, tani të marrë certifikat. Aplikoj, e Albanijës, e bje loj gjerash, pa lidhje. Si përfundim të se është muhabet i gjatë, veta atje, shikoj unë tani, ata më kanë ndarë, pasuri shpinë, si që është një pasuri, e kanë bërë në 2 pjesë o Klodi. Nuk e di është, kanë të drejta ata bëjnë të veprima po jo. Qa kanë bërë? Trulli më vete, edhe ndërtesën më vete. Ashtu funksionon për të gjithi dashur. Urdhë? Trulli dhe ndërtesa janë të ndarë në certifikat pronësie, të gjitha. Po të gjitha, dakord, unë tani trullin ta bler shtetit. E di rasti se të njoha nga zëri. Mjofe, Po sa kemi folur bashkë ne? Shiko. Dëgjoj pak i dashur. Do di, është turp. Dëgjoj pak, unë jam përpjekur shumë për këtë rast dhe ti e di. Shiko, ajo është turp një. Një sekundë. Te do thush, po mirë orti, a ka të drejtë ta ndryshojnë të ashtu, se unë kam vërtetimin. Dëgjoj pak. E kam vërtetimin për të kohë, ky ishte fuqia atere. Se po të drejtoj me Tani, ndryshoj, futën këte, thoja... Dëgjoj pak, Toli, se po të drejtoj me emër tani. Toli, zotë Toli. Dëgjoj pak tani. Unë kam përcjellë edhe kërkesën e fundit që të ka dërguar kadastra e Beratit, sepse ata flasin për një mbivendosje aty. Flasin mbivendosje, këta shko mbivendosje, këta s'po kuptoj. Mbivendosjet, si ta shpjegojnë ty me fjalë të thjeshta. Mbivendosja është një proces që mund të jenë një pronë në pretendim të 2 personave. Pra ka mbivendosje të pronës. Njëra mbi tjetrën, jo fizikisht kështu, tokë mbi tokë, por aty ekziston edhe një tjetër, po themi, ha? Po ja ta shpjegoj unë. E cila, e kuptova pas se edhe unë pres përgjigje ja kam dërguar, kemi folur shumë herë bashkë dhe ka qenë rasti që unë kam ndjekur më shumë ky joti. Dhe ju e dini këtë, besoj. Rosh, fandet. Sepse kisha një lloj sfide me veten për t'i dhënë zgjidhje. Po, rosh. Dhe do vazhdoj ta ndjek patjetër. Unë do ta presi përgjigje nga Berati tjetër për këtë gjë. Dhe në rast se është prap ashtu, pra mbivendosje, këto zgjidhen me vendim gjykate, Toli, më kupton? Shiko, më thuaj. Tani më sqaro mbivendosjen, se për të do të dilje. Më sqaro mbivendosjen. Ku ti thon mbivendosje? Se unë këtu s'kam mbivendosja burr. Se nuk duket me sy, zoti Toli, nuk duket me sy mbivendosja. Po qa? Nuk duket me sy, nuk është tokë mbi tokë. Mbivendosje do të thotë që problemet e mbartura dikur që ndoshta jo ndoshta, po jo për fajin tënd. Po. Ashtu kanë qenë hartat atëherë dhe janë krijuar mbivendosje. Por gjithsesi më lër që ta marr unë një përgjigje mbështeruese për këtë gjë. E di që je mërzitur. Po jo, nuk e faj. Por edhe unë jam mërzitur po aq sa ty në këtë rast se jo të skepse mërzitesh, po lere të se po shikoj taun. Jo. Edhe një herë, në kuptimin që sa kohë morëm përsipër për më thuaj. Nëse, unë do të thjesht në ta kesh të qartë. Unë këtu jam me një tjetër që pasysh po secili në trullin e vet. Secili vetëm kemi një mungur që ndajet edhe me fjalë shtëpie. Po. O e gjërgjaj. Me mu të përbashkë. Ke parasysh? Po. Po trullin në kam vete. E kam paguar terën ashtu. Veprimet janë bërë në bashki, të tëra janë firmos, nuk ka absolutisht asgjë. O zoti Toli, e di rastin tënd, po më lër që ta marr përgjigje nga ata dhe ne kemi numrat së bashku apo jo, dhe flasim pa probleme. Shiko, e po ma dha përgjigje mua, e di që ta dha dhe unë ja kam dërguar prapë të lut pjesën e tretë të programit. Vijon komunikimi me ju prej orës 7:20. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Kemi telefonat? Mirëmëngjesi? Alo? Mirëmëngjes. Jam personi për punë legalizimit ka marrë 2 herë. Cili rasti dashur? 951 është numri. 951. Po e kam çuar i dashur.
E të presim përgjigje. Mirë, faleminderit. Nuk i harroj rastet i dashur, kështu që mos u shqetëso fare. Po, se kështu e kam problemin edhe për punë. Pse? Se kam edhe burazerin këtu, jemi me një qaki dhe do të bëjë ndarjen me të. Me një shtëpi dhe do të dalë legalizimin e emrin tim që ta ndaj me të pastaj, apo jo? Ja, ashtu duhet ajo. Do të dalë legalizimin e emrin tim mirë? Rasti sherif apo jo? Po. E pra. Se të çova mesazh tani prandaj. Po. Kështu i dashur. Të përshëndes edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Duhet të pyes për një diçka, shumë kam 6 muaj që kam bërë mbushur për pensionin. Edhe nuk i kam mbyllu letrat. Për arsye humbi e vitesh. Ka problem. Tani i kam bërë kaj pes jam mbyllur. Tani do t'i mbyllën, po ka dalë ai ligji. Akoma, shiko, ka një gjë, ti e ke plotësuar moshën sa ke? 6 muaj? Kam një 6 muaj, 7 muaj. A e ke kaluar e ke plotësuar në vitin që kaloi? Po. E ke plotësuar në 2024, ka problem ajo pastaj. Sa vite ke përveç këtyre? Unë kam një 12 vjetë. Pra nuk i plotëson. Jo, unë kam të humbura vitet. E di pra. Shiko, në cilin muaj e ke plotësuar moshën? Po vajte ka ti 7 muaj, 8 muaj, 7 muaj që ati, pas ka bëj. Ka punuar në më term. Po, i bie nga shtatori, kur e ke plotësuar 65 vjeç? Për shtatori që. Kur e ke ditëlindjen? Shtator, 20 shtator. Po, pra tani. Në shtator. Ke kohë deri në shtator, kështu që unë do të sugjeroj që të prisi edhe pak derisa të kaloj kjo e njohja së këtyre viteve. Jo, më kupte, më falë, një sekundë. Më kupton, unë kam hungur vitet. E kuptova, kështu që ke kohë deri në shtator për të aplikuar kuptimin që të mos humbasi kjo periudha e vonesës. I përfitoj, s'ka problem vonesa, i përfitoj kështu tani me këtë që dalja të do mjapi këto vitet. Të presim edhe pak, për këtë po them, të presim edhe pak që të certifikohet plotësisht kjo. Okej, faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. E Klodi. Kur do? Mirëmëngjesi, vëlla. Mirëmëngjesi tash. Kam dërguar dje një foto e di çupa në Tirana, e ma fotografoj të Voreza të Fera të Shkallën. Ku ma ke nisur? Po ta ka një çupa dje me ndje Linda. Po ku ma ka nisur? Te ti Klodi Karaj, sa ajo, ti unë shketa. Punon AMC ajo. E ta gjej unë tani. E të keqen në nanë shpirt. Po për çfarë problemi ju? Për atë Shkallën e Vorezave, vajta dje. Po, ma ka nisur, po unë e di atë rastet, ashtu e di. Të thuaj edhe një të keqen në nanë. Ata të tajnë Vorezave se të kanë e zgjedhje dhe po. Po. I sa sa taj çupë zamani, sa ma fotografote, unë s'ma veshën kjo. Jo, ma dërgoj, prandaj të thotë, gjatë bisedës që po bënin dje, thash më ka nisur dikush edhe një foto. Edhe të keqen në halba. Në përhallet e po qikoj njëtë. E di. Ne, vla, mi hajde, miru pas. Përshëndesu, faleminderit për telefonatën. Si ke hall tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjes. Klodi, du me ju shqetësu për diçka. Më thuaj. Kam bërë dokumentat për me dalë pension. Po. Edhe nga këto vitet e punës kam pak vite në tokë. Po. Nja 2 vite në tokë i kam, po i kam me vërtetime ato në tokën, se ashtu na ifshin atë kohë. E kuptova. Mirë po, këto të sigurimeve, këto ku bona dokumentat, thot 2 vite në tokë nuk pranohen. Ja, nuk quhen aq për të përfituar si profesion në tokë. Duhen më shumë. E sa duhen, do me thonë këto nuk njihen fare, a? Jo, ato njihen fare, po njihen si kontribut normale, si vite normale, jo si vite specifike të profesioneve të vështira. Po, shumë thanë edhe këto. Po, ashtu, sepse duhet kalojnë mbi 10 vite që të llogaritet ajo. Më thanë mbi 6 vite duhen. Mbi 6 vite, okej. Ju faleminderit shumë. Asgjë fare, ju lutem, faleminderit juve. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Shlarguar. Mirë, shkojmë tjetër. Alo, përshëndetje.
Alo. Do flisni apo jo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Smush 61 vjet në korrik. Kur mund të ndalë pension? Në korrik të këtij viti? Ule zërin televizori, zonjë. 62 vjeçe. 62, ë? Po. Mirë, pafshim. Ju dëgjofshim, faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes, bla. Mirëmëngjes. Si e? Mirë. Ule zërin e televizorit, të lutem. Klodi? Po, Klodi, urdhoni. Si e, bla? Po vetëm ule zërin e televizorit, të lutem shumë sepse dëgjohemi keq pastaj. Ule, po. Më thuaj. Unë kam një problem shumë dokumentat e tokës. Po? I kom certifikat për si e gjitha, e kom blerë si objekt me 2 dëllimtor, unë kom i dëllim me 670 metra. Tokët tjetër kanë zaptu pastaj. Ka zaptu e i zoti se e ka. Po t'ja ja ke blerë ati? Ja kom blerë, përse për në, thot, tu e ke. Si thot? Tu e ke, ku e ke ku fine, s'ke punë ndes, leri dokumenta më sot. Po ja ke blerë si leri dokumenta? Kështu më thosë zotëria, kom qimë 2016, tani jam proces në bashki, në ata po majnë barë, ka jaqë po. S'ka nevoj për bashkia e ndërruar, në rast se ti e ke blerë me metra katror, aq sa thua. Po, kom 2000 metra në certifikat pronësie, e mata tokën pagova prap 200.000 lekë e mata, ata më doli dëllim me 678 metra. Si s'ta je pa, ti e ke blerë, ti njëtit personi ja ke blerë? Po, njëti personi, po këtë se tani se qa e ka i person tjetër, pjesën që më takon më. Po, ky si e ka marrë ky tjetëri? Kështu e kom blerë, thot muaj, se na e ardha më origin nga Librati, kështu e kom blerë. Që si ka origjina më po, ideja është që me këtë pronarin që ti e ke blerë tokën, a ke folur ndonjëherë? Shumë herë shë, Klodi. Nuk gjova. Shumë herë shumë folë. Çfarë thot ai? Nuk e pranon, thot lej dokumentat. Jo, se ju jeni 3 persona tani apo jo? 2 blerës dhe 1 pronar, ë? Kështu është. Jo, unë jam blerësi, kurse ai pronari, unë s'kam punë me këtë se ka tokën tani, se unë s'ma ka marrë tokën. Po pra jeni 3 persona po them. Pse thua 2? Unë fakti kom blem 2005, letrat i kom marrë 2016, letrat e shtëpisë. Në 2000 metra katror. Në 2000 metra, 250 metra trull, 2000 metra katror. Po trullën mes 2000 metra. Tani ky personi tjetër që është futur aty, është futur me letra apo pa letra? Ai s'ka letra, nuk e di, s'më interesos, ma ka marrë ai mu. Jo, edhe një herë. Nuk po them për atë, s'tintereson. Tani t'intereson se ai është toka jote. Me letra, dhe ti e ke blerë, po nuk po them për ti t'interesuar, po them për të kuptuar problemin. Po. Sepse në rast se dhe ai ka hyrë me letra, dikush, njëri nga ju të dy e ka të falsifikuar pastaj. Se s'mund të prodhohen 2 palë dokumente për një provë. Ai s'ka dokumenta. Po si është futur pastaj? Ky zotëria e di. Para se më shit, nuk e di që ka bo ky zotëria fjalë. Tani në atë pjesën që ju pretendoni se ju takon juve, është investuar? Jo, ullishtë është. Ullishtë? Po. Pra i bie 600 metra gati, apo jo? Jo, i bie 320 metra. 320, po, se kishe 680. 680 metra. 680, po, e saktë. Çudi e madhe. Dhe nuk e ke zgjidhur dot deri sot, ë? A se kom zgjedh tani, aq jam i narku ku ju s'pa kuptoj loja Big Brother po bën më shumë. Edhe në bashki isha dhe partije, me se vetë truaj thoshte se da zgjedhën këtë më bë. Ku do zgjedhë kjo zotëri? Ku ndodhet prona i dashur? Në dush lushjes. Më jep edhe një numër telefonit, lutem. Shkruaj. Po. 068 45 45 apo 48? 45, qino. Po.
11 602. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes ne. Urdhëro. Jam I qytetar në Elbasan. Po. Vajta si për shqyqarëm, që se gruja ka 2 vjetër si punë të pa një orë. U interesohet e thonë që ne nuk në ka ardha si shkres. Kur vendimi qeveris ka kohë që ka dalë. Për çfarë I interesuar ti? Gruaja ime, ku ka dalë pension 2 vjetë, nuk është një orë pensioni, sepse nuk ekzistojnë borderacë. Po. Edhe më thonë që akoma nuk ka shkres zyrtare. Që pak, zonja ka dalë në pension apo jo? Po, ka dalë në pension. Dhe ti e ke për këtë ligjin e ri? Po. Po jo, nuk I takon zonjës. Nuk I takon? Jo, I tash. është për tjetër kategori. Më vjen keq që ta them, po më mirë të... Ju përndej, jo, më ndeshur me thonë. Prandaj po. Të përshëndes shumë. Faleminderit I dashur. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi Karaja, po kam gabim. Si? Klodi Karaj. Po, Klodia. Jo, të klasja Saranda. Më thuaj. Kam një problem të gjithë që mund të zhjirin se. Para 20 vjetë më zhërë një trull të si për ndjekë politike, kam gërmuar me skautorit. Bërë një rrugis, s'kë rrugat e rekord në atë vënde. Bërë një rrugis të vogël, një rrugis dhe se vajtë qeshje e gërmuar me bëmë qeshje gati për ndërtime. Ja dhash, dikur që e zëndërtonë, nuk e të vajtë s'kishtë para. Ta shi ka njëla e unë duhet të shesë për më tonë tani, e ka zërë rrugën të në si të veprojme se në sistem nuk është bërru, rruga është në studim e vërteta. Tani, si të bëj unë me këtë problem, më thonë, do më heqin një pjesë të tokët, se ti ka zërë rrugë, thonë, u s'kam zërë rrugë fare ati. Atë rrugë e të bërru që u futat e sheshi, si të veprojme. Ka futur në sistem, ka futur atë të para 25 vjetë që bërë unë rrugitën. Dëgjë pak. Po. Si të veprosh, kjo veprohet me dokumente, nëse ti në certifikat pronësie. Jo, në certifikat pronësie ka vajtë, quar në Albania në Tiranë, se ku ven ato që të gojtë një notere, edhe u kësia këtu që unë kam zënë rrugën, një pjesë rrugës. Ke zë rrugën që bërë vetë? Unë luftoj me bashkje, tani, mund të bëjtë bashkje, po do bëndoj më thonë, ku t'ju tani. Ke zë rrugën që ke bërë vetë? Nuk ka koptim këtë punë. Po mirë, ti në dokumente e ke si përfaqen të plot bashkë me këtë rrugën? Tani, si përfaqen e kam të plotë, po më thonë të hiqet një pjesë si përfaqes, sepse ke zë rrugën, më thonë. Rrugën nuk kam zë, rrugën që bërë dhe kurk. Qëfar thonë kur i deklaron që rrugën e kam bërë unë, se s'ka qenë rrugë? Shqiptisa dhe ata vetë, është marrë me satelit në kohën para 20 vjetëve dhe ka ngella jo rrugë. Se s'ka pasë rrugë të kur, asë janë ati. Po ku ti shërben e rrugë për veç teja? Janë një 3-4 sheshe, një kemi si vëlezë, si të ndjekë politikë, që në ka dhe në atere. Pra nuk është se prisht... Bleva një ekskavator, edhe gërmova, ju regullova, dhe një vëlezit, vetët time ati vame, si një rrugës që vame dherë për sheshe. Ku ndodhet prona, i ndëruar? Pas turizmit, në Sarandë. Në Sarandë, pas turizmit. Në Kodre. Nuk e di si të veprojme. Duhet parë, po më nisë këto certifikatën e pronësisë që të pyesën kadastër. Ja, vazhdoj me bashkëve tani. Qëse do kemë problem, do të marrë prapë unë. Okej, si të duash, ju e di. Ne këtu i. Faleminderit shumë. Shëndetet mira. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, jemi në fundin e pjesës së tretë. Mirëmëngjesi. O Klodi, kam dy sterime, po pak mundësi. Po më thuaj. Kam gruan me kem përhershëm, po tash ti mush pensionin. E kam mush pensionin, moshën. A i kuajnë vetërsi punë këto 6-7 vjetë që ka kanë me kempa, jo? Sa vite punë ka përveç kempit? Jo, vite punë kanë hubë të kooperative, se desat përës për këtë ditën, nga 80 dishi, diri 90 sa, për shkobi i në kooperativ, ati në shak. Mos mi konsidero këto, në më thënë më thuaj sa vite ka, ato që i logaritën, që i njihen. Jo, ti ka komplet me librën. Sa? Ka ma.
Ato kooperative që janë... Edhe njërë, sa ka mori ndëruar? 2 vite ka komplet. 2 vite, po nëse ka 2 vite nuk i vlen për pension, edhe këto vitet e kempit. Jo, po me gjerë kontribut ka ti në kooperativë, me sa tashi? Dëgjo pak, sa e ka është me kemp të përhershëm? Po. Sa e ka pagesën? 125. Mbaj atë i dashur dhe je super në rregull, se nuk ja vlen asnjë mënyrë tjetër. Jo, po me dalë çdo vit në kemp bashu, se ta patallatin. Po dëgjo pak. Ajo ka 2 vite thua ti? Punë. Po, me 2 vite ka. Edhe 7 vite kontribut, kështu kemp 7 vite ka apo jo? Po. I bëhen 9. Me i dhjetë kontribut të tjera se në kooperativa. Ty të duhen edhe minimumi, jo minimumi, për nëse ka kaluar moshën të duhet edhe 6 vite kontribut. Po me sa në viti në kooperativë, për shumë me i dhjetë atje? Po të shkon goxha, dhe pastaj do të dalë një pension minimal. Do të dalë gati sa gjysma këtij që ke. Kështu që një 10 vite do të duhen për të nxjerr lekët e kontributit. Më kupton, ndaj vendimi është i juaj i nderuar, do të bëni si pas mendimit tuaj dhe si të jetë më e mira për ju. Por nëse më pyet, unë them mbaj kempin se je më me leverdi. Jo, thash më i plotësoj ato e ma. Po ta shpjegova pra, të duhen gati 5-6 milion lek të vjetra. Falnej shumë, falnej shumë. E po si apo? Shumë falnej për do të dalë një pension pastaj një 100.000 lek. Edhe llogarit bëj vet pastaj se si del. Kemi reklama apo telefonat? Alo, Klodi. Po, alo. Përshëndetje. Kam një 2 probleme. Kam një mash që të të zgjidh. Ma thuaj. Kam një gjykim që është bërë në vitin 2018. Po? Edhe kriminali në atë periudhë ju fal gjithçka se ishte dami 300.000 lekë dhe nuk ndiqesh kriminali. Më kupton? Të kuptoj. Tashi e njëjta gjë, i njëjti gjyq bëhet prapë 20 mars të vitit 2025. Bukur. Çfarë qëllimi pati që 2 herë e njëjta gjë me të njëjtën numër çështje, me të njëjtën akuzë, tashi atëherë thanë që është dam i vogël. Sot thonë që ka kaluar 5 vjetët dhe nuk ashtu. Nuk e kam hallin ke këto dyja të këtij. Kriminalin le ta falin ai se do nxjerrë për të vrarë tjetrin. Se për njërin u vrau ai dhe u dënuar 18 vjet. Dhe nxjerrin tash ata do vrasin tjetrin, po inshallah nuk di këtë ke unë. Po problemi është këtu tash që unë kam te unë s'ka ndonjë arsye, kështu që. Urdhë? Te unë nuk ka ndonjë arsye që të vi them. Po ka ke unë. Aty se di pastaj nëse ka. Po? Rom Zoti jam edhe unë edhe ti. Jo, po unë nuk kam ndonjë problem të kësaj natyre dhe nuk kam frikë. Faleminderit. Urdhë. Shqyr që nuk e. Dhe ajo tjetra, unë kam blerë një cop tokë. Për çdo tokë që unë kam blerë, jam akuzuar nga prokuroria 4 herë. Sikur e kam zaptuar tokën. Po. Por zoti unë e bleva tash se i mblodha kufitarët ato pjesëtarët, aty dhe e bleva. Tash unë vazhdoj të jemi akuzuar në prokurori për zaptim toke. Tash kur ti ke fuqinë që të bësh gjyq të dytë për të fal kriminalin, bëj të tjetrën timen. Më shiro mua nga kjo akuzë e kot. Akuzë i nadhja, ku di çfarë. Po, duhet bësh ke bërë kërkesë në prokurori për këtë. La linja. Çështje drejtësie, i nderuar, për të cilat ne nuk ndryshojmë dot sepse kemi të ndaluar jo nga dëshira por nga ligji. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Zotëri Ironi e Këtëmbar. Shumë faleminderit. Jam gëtuar shumë në televizorave të reja telefon për ankesën time dhe asim. Të dëgjoj goxha keq, afrohu pak te telefoni, të lutem. Ja, kam marrë gjitha ato stacione dhe s'mu përgjej asjeri ma telefoni piloton. Juve, bravo i qoftë që më respektuat. Unë kam një halë. Më thuaj. Jam në bashkinë e Finingjit, edhe kam një shtëpi, kam bërë pikëlidhje, kam marrë korrent të rregull, furnizohem në rregull me rrymë elektrike, kam 2 vjet që kam bërë pikëlidhjen, edhe nuk e kanë nxjerrë, domethënë numrin e saatit tim, nuk e kanë nxjerrë në sistem. Ka 2 vjet. Domethënë do blidhen një shumë lekësh që unë jam pensionist, s'kam mundësi t'i paguaj.
Po si numrin e sa, a ke sahat në shtëpi? Kam sahat, punëzohem rregullisht në rrymë elektrike. Po dhe nuk e paguan dot? Dhe nuk e paguaj dot. Po pse? Nuk, domethënë ka 2 vjet që jam punëzohem në rrymë elektrike dhe nuk ka dalë në sistem. Edhe tashti Drejtoria Qendrore e OSHE-s bën rekonstruksionin e linjës tonë në fshatin Fini. Edhe me që s'ka dalë në sistem, edhe nuk kanë vënë kolona, nuk më furnizojnë me linjën e re me korrent. Kam korrent tashti. Si e keni emrin ju? Jani Qesko. Si? Jani Qesko. Jani Qesko. Banon në? Banoj në fshatin Siderim në bashkinë e Klinikit. Që të pyesim? No? Që të pyesim, them, prandaj po të them. Po. Dakord? Dakord, faleminderit shumë. Shëndes, faleminderit e ty. Një ditë të mbarë të keni. Për telefonatën. Okej. Kalojmë publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Kthehemi në studio, jemi në pjesën e fundit të programit, ora 8:33 minuta, në komunikim me ju për më shumë se një orë. Halo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Klodi. Po, flisni, urdhoni. Shëndetje, flas nga Italia. Po. Doaja ime në 7 janar mbushi 61 vjeç. Kur mund të dalë pension? Plus të 10 muaj nderuar. Në nëntor. Në nëntor. Faleminderit shumë. Juve faleminderit, ditë të mbar. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes këto dhe. Mirëmëngjes. Jam një pensionist që kam dalë telefon, që kam dalë në pension para 2015. Me ligjin e vjetër. Me ligjin e vjetër. Dhe s'te janë llogaritur të gjitha asgjë, deri tani asgjë. Se thuhet se do bëhet një afrimitet me disë pensioneve të 2015. E di. Deri tani asgjë i nderuar. Shpresojmë që të ndodh kjo pse të penalizoheni kot, por deri tani nuk është se ka diçka konkrete. Faleminderit. Faleminderit juve. Presim tjetër, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Urdhro, ule zërin e televizorit. Alo. Yes. Po. Alo. Po ule zërin e televizorit se nuk na dëgjon mirë kështu, të lutem. Alo, ule zërin e televizorit dhe flasim pastaj. Alo. Ule zërin e televizorit. Je kena ul krejt, more. Urdhroni. Alo. Alo. Klodi. Po. Një gjë, deshta dhe të pyt dishka, po? Pa e gjatë gjesim ka largurien pension, me 3 djetë punë shtetit, po? Edhe ka pas punë 5 djetë kooperativet, edhe kam shkuam interesue, e me kanë në pension kooperativet. Po, çfarë ka ndodhur? Si me bo, jam nga fshatë e Kulla i komuna Postrip Shkodër. Çfarë moshe ka zonja? 71 vjeç. Jo, nuk i përfit. Ka ta sinon me shumë fëmijë, ke parasysh. E kam. Në rast se doni këto vitet e humbra në ish kooperativ, vetëm gjyqi i dashur, nuk ka rrugë tjetër për rastin e zonjës. Si mund bëhet? Vetëm me gjyq për këto vite që i kanë humbur. Kam interesue. Po. Edhe më ka thonë që i kanë mbyll dosjet. Ata kanë bosje atë sigurimit shtetit. I kanë mbyll, s'kan interes. Ja është e pa drejt. Shkon sigurim me shaston me hirë, sigur me hinë. Edhe njëherë. Ministrit vërshme. Po s'ka lidhje fare. Vetëm me gjykat mund të zgjidhësh këto probleme tash. Me gjykat? Po. Vetëm me gjyq. A mund bëhet? Si? A mund bëhet, po them? Me gjyq pra? Me gjyq po. Me gjyq patjetër. Atëherë shnet pra faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën, ditë bukur. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Me këto 15 minutat e fundit
të emisionit për takimin e kësaj mërkure. Alo, përshëndetje. Ndjes. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes e dashur. Si jeni, mirë? Mirë, si jeni ju? Faleminderit. Desha të bëj një pyetje. Bëjeni. 300 metra me gjithë shtëpia apo vetë shtëpive? Nuk të dëgjoj. 300 metra. Truall. Po. Me gjithë shtëpia apo vetë shtëpive quhet? Vetë shtëpis. Vetë shtëpis, a? Patjetër. Kur mate toka, truall, shtëpia mate? Po shpinë e ke më vete, është proces më vete, dashur. Do me thënë 300 metra truall? Për vetë shtëpis. Ka i kapi 7501. Për vetë shtëpis e dashur. Vetë shtëpis, a? Po. Faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Okej. Presim për të radhës në pak qaste. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetare në Elbasani, dua në 30 shtator mosh 61, kur mund del pensiona? Në shtator të këtij viti, ha? Po. 62 vjeçë e dashur. 62? Po. Po, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Ditë të mbar. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Desha të pyes për to pensionet që po flitet kooperativa bujqësore, a është vendosur 14 vjeç apo 18 vjeç? Ajo. 18 vjeç. 18 vjeç. Po mira, ka dalë fitoria zyrtare që është hap në për rrethe. Vazhdon akoma, besoj çështje javësh. Faleminderit, gjërat mirat, zotit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, Klodi jam. Po më falë se po të bëjë. Zërin televizorit të lutem duhet a ullër, saj. E more zafën time, jam në Kuqova. Kë? Ajo fajri jam në Kuqova. Ka ardhur dje e dashur ajo dhe bërë shumë që më more sepse nuk më kishe lënë numër telefoni. Dje ka ardhur nga posta. Po sa dokument... Nuk kam. Po sa dokumente më kishe sjell? Mirë. Unë kam lënë lishtë e kohës dhe Gjermanëre. Po i dhe fëmijët me shërë. Shikoj me vëmendje të qenë në atë. Do shikoj, po nuk të njoftoj dot, më jep numrin e telefonit tënd. Të jap unë. Se nuk ma kishe lënë atje. Nesër, po saj po që qatë se mune. Edhe, po pse? Ta pjetokës me certifikatat nuk përpunsje dhe na jam drejtuar ataj gjukatës. Po, kishte problem tjetër aty e dashur, po numrin e telefonit nuk e ke? Ka se ndirë dotën, dhe unë shkreta. Se se ndirë dotën? Da. Mundohu pak. Dike kam po. La telefonin aty. Do të pres. Po pres. Si është e konga? Ha? Klodi nuk pëjë, më falë nëse do të marrë prapë. Mirë, më telefono pa tjetër sepse nuk e ke numrin aty, mirë? Faleminderit. Shkoj me tjetër. 10 minutat e fundit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje ju. Dua të di me shti kooperativa bujqësore, di se sa e ka në ditë, në shti po ish fermat, njësoj, besoj ta ke njësoj atë pagesën vjetore, për pension plasim, siguracione. Po njësoj e ka në dashur, njësoj. Njësoj e ka? Njësoj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Ashtu që fshiqeshu gjithmonë. Faleminderit edhe juve. Ditë mbar, ciao. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo? Urdhra? Klodi, mëngjesi. Alo. Alo.
E po duhet të ullër zërin televizorit. E kam ullur. Ule, se ke ullur. Ja ulla fare. Po. Një pyetje kisha. Thuaj. Në fund të vitit, qeveria tha që në muajin prill do të bëhet indeksimi i pensioneve. Dini gjë juve pse nuk u bë? Nuk e di. Po prilli s'ka ikur akoma. Nuk besoj të bëhet, se duke se janë të ndaluara këto përpara zgjedhjeve. Me sa di unë, edhe mundet, se kam të qartë, gjithsesi, mirë do ishte, pse jo. Po, mirë pafsh. Faleminderit, mirë të gjofshim. Presim tjetër? Mirë mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Klodi. Urdhëro. Klodia. Kam dalë në 2017 në pension. Jam mbi 200.000 pensioni. Ka në ngritje për ne kemi 200.000, 210.000. Nuk ka për askën deri tani. S'ka deri tani. Jo. Deri tani jo. Faleminderit. Asgjë fare, faleminderit juve për telefonin. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Klodi, e gjeta numrin ta marrësh? Ha shpirt, sa shpejt e ka linjën. 06. Një sekond. 94. Një sekond të lutem. Urdhë. 06. 94. Okej. 79. 79. Po. 08. Edhe 07. 069 47 90 807. Po. Mirë shpirt. Do të marrë në telefon, dakord? Shumë faleminderit. Po më punë nuk e di. Jam shumë e kënaqur me ty, po nuk e di. E po ta shohim. Ishte goxha. Po, çfarë thua? Kam qenë në 2010-ën. E di, e pash pak dosi. Edhe nuk më japin rrugëzidhje. Ma thuaj edhe një herë se më duket se nuk ishte 06? Po. Ma thuaj edhe një herë. 94. 79. 08. 08 apo 5? 8. Dhe 07. Po. Okej. Faleminderit të dashur për qafoj. Faleminderit. Gjithë të mirat. Rafë. Faleminderit. Sosin e gjithë ligat. Ligat mos i ruaj ti heq. Faleminderit të dashur. Ikim me telefonat tjetër. Alo. Alo, Bazo Kapaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam tani në prag të pensioni, duaj një muaj. Kam mbyllur të lidh 75 vite punë. Edhe ata më tha mua që do të paguash edhe 3 vjet. Okej. Unë kam marrë një 2 lymë tokë, kam leverdit i paguaj të pyes shusi. Për mua jo. Për mua. Urdhëro. Për mua jo, them, pastaj vendos vet. Rrofsh, unë kam 20 vite në uzinë, të jetë i kam kështu pas. Në rregull. Okej. Në busi qofshin nderuar, më faleminderit, ju dëgjofshim, faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. O Flori. Flori e veti. O Florini nënës. Urdhë. Kam bërë mungesa shumë. Çfarë ke bërë? Mungesa. Po pse kështu ti? Po se kota shumë. Pleqeria budallaqe. Jo, mos e thuaj atë. Atë kam në nga zemër, të mora vetëm të falenderoj, ti e një Flori, ti e një shpit njeriu. O zot, faleminderit shumë. I veçant, lumë familje ti të ka. Shumë faleminderit. Parit zoti atë djallë e gjithë shke për zemër. Shumë faleminderit. Kam shqip, miru pafshun. Mos i zë minuta, të luta, miru pafshun. Ska gjë, ke kohën tënde dhe ti. Atë të më dhe. Hajde, të përqafoj shumë, qao. I kibe tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Kemi telefonat në linjë. Alo, mirëmëngjesi. Klodi. Urdhëro.
Jam një qytetar nga Berati. Më thuaj. Jam në lagjen muzeale të Beratit në Goric. Bukur. Nuk dim qa bëjmë me ata hipotekën, nuk po na japin certifikatën. Jo duhet bërë dhe kjo, jo duhet bërë dhe kjo. Jo që është e fundit, ngellëm të noterja, i lam lekët atje, certifikat nuk po marim. Se si do vej alli, ne nuk e dim. Më sill dokumentin e aplikimit që ta përcjellit tash. Faleminderit dhe do ta bie. Faleminderit juve. Shkojmë tjetër, telefonues, jemi në momentet e fundit. Klodi, mirëmëngjes. Përshëndetje Orina. Faleminderit. Për emisionin. Jam një pensionist. Kam dhënë pension më 29 mars të këtij viti. Mirë po më mungojnë ca vite punën të kooperativës. Po. Si mund bëj? Nëse ke dalë në pension me gjyqi dashur. Jo, nuk kam dalë, si datë kam mbushur, po kështu s'kam bërë dokumenta asgjë. Prit edhe pak se në kohë je, mirë? Prit edhe pak, besoj, ja? Po. Mirë. Po, mirë, faleminderit. Faleminderit edhe ty. Për telefonatën, shkojmë me tjetër, ndoshta ja pas kemi kohë, po ndoshta edhe e fundit. Për takimin e kësaj mërkure të datës 16 prill, ora 8:48 minuta. Në emision kemi edhe një tjetër telefonat të fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Na falë se po u shqetësoj. Fare. Tani kam ardhur në Kurbeti. Vetëm ule zërin televizorit, të lutem. Tani kam ardhur në Kurbeti. Po, ule zërin televizorit. E kam ullur fare. Po. Edhe kanë prej dritat, sot e 5 vjetë. Pse, mo? Po, i kam prej se s'kam paguar. Okej. Edhe me ka qu kamatën 3 milion lek. Na 1 milion, kanë qu 3 milion për kamatët. Si botë, më vjen keq të them që s'ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje? Jo, i dashur, për fat keq jo. Faleminderit. Më vjen shumë keq, faleminderit edhe juve për telefonatën. Kemi kohë edhe për një tjetër? Kemi ishte... Hajde me qëse jetë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zëri televizorit shpejt e shpejt të lutem, po jam Klodi. Po, Klodi, përshëndetje, si u vëtë. Urdo? Mirë. More. Të maga jenë në ravë këshu, se ne jemi nga ato tipozat e bujë sportive tuaj. Vla. Si keni qeni, ja? Mirë. Më thuaj shpejt se jam në fund të emisionit. E di, po unë jam simpatizani emisionit tatë edhe këtu edhe kemi bujka. Po, faleminderit shumë e vlerësoj. Në zhvilloj që shumë në tipozave lokal. Në zhvilloj që më të e emisione. Mirë, vla. Ti mos më shih fare se nuk dua të më shofësh. Mirë, të lutem. Më bën më shumë derë, mos më ndjekësh. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët dhe u bë pjesë e programit. Se zotëria ngatron emisionet, prandaj thot trajtoni kampionatin spanjoll, ndërkohë që nuk e trajtojmë. Mirë, do ishte ta trajtoni, por nuk e trajtojmë sepse nuk na del koha televizive, ka shumë probleme këtu te ne. Faleminderit që na ndoqët, ishte gjithçka. Takohemi në lajme nesër në program. Ciao.